Nata e Kadrit gjendet në një nga netët tekët të muajit të Ramazanit. 10 ditët të fundit të Ramazanit konsiderohen një kohë veçanërisht të rëndësishme shpirtërore, pasi në çdo ditë mund të jetë nata e Kadrit, ndaj kërkohet nga urdhëruesit që të jenë të vëmendshëm, sidomos gjatë kësaj periudhe. Safet Efendi Hoxha, imam në xhaminë e Sulejman Hadumagës në Gjakob, thotë se nata e Kadrit ka një vlerë të madhe. Nata e Kadrit e mur këtë vlerë, si që tha dhe Hoxha Efendia, zbritja, fillimi i zbritjes së Kuranit. Kurani ka zbrit për Levh-i Mahfudhit, për pllakës së ruajtur në qiellin e tokës, edhe nga qielli i tokës ndaj Hazreti Muhamedit për 23 vite. E tash veç pse ka filluar aq është i vlerëshëm ky libër për njerëzimin, vetëm se ka filluar zbritja e tij, atëherë kjo natë ka fituar atë vlerë ashtë madhe. Nata e Kadrit është nata më e madhe të gjitha netëve të Ramazanit, shtoi imami Hoxha. Besimtarët në vendin tonë i kanë përcjellë këto nata e madhe, nata e bara, siç i thonë në Shqipëri, do të janë disa mrena vitit, mirë por nata më e madhe gjitha netëve tjera është kjo nata e Kadrit, e cila është inshallah, si thuhet në një hadith i pejgamberit sa kush e nxen natën e Kadrit apo e kalon natën e Kadrit me besim dhe përkushtim Zotin edhe me shpresë, do të i falen gjunahet. Ndërsa imami Abdurrahman Bejtullahu thotë se përmes kësaj nate shpirtërisht ndihemi më mirë. Dhe secili nga besimtarët ka projektin e vet që ta zënë shpërblimin, sepse nëse merr akit dhuratën nga i madhe Zot 83 vite është sikur me fal namaz, sikur me agjëru Ramazan, sikur me bu bamirësi, sikur me bu respekt ndaj prindit dhe shumë gjëra të tjera. Myslimanët i japin një rëndësi të madhe natës së Kadrit, pasi kjo natë është një mundësi e artë për të kërkuar falje dhe për të forcuar lidhjen shpirtërore me Allahun. Gjatë këtyre netëve besimtarët kalojnë kohë me lexime të Kuranit, lutje dhe reflektime shpirtërore. Kjo natë këtë vit pritet të shënohet të hënën e datës 16 mars.